Shqipëria ka arritur që të fitojë në shifra 3-0 kundër Andorrës, në ndeshjen e vlefshme për kualifikuesit e botërorit, një fitore që na jep moral përpara takimit që do të kemi me Serbinë, ndërsa për momentin na pozicionon në vendin e 2 në renditje. Më poshtë gjeni vlerësimet për disa prej lojtarëve të Shqipërisë, duke përjashtuar këtu pjesën mbrojtëse. Këto vlerësime janë bërë nga koha shtesë. Julian Sheu, nota 7. Sot kemi fituar jo vetëm ndaj Andorrës, por ndoshta edhe një lojtar të ri. Julian Sheu duket si një Klaus Jasula në mesfush. Klausi u tërhoq nga kombëtarja para pak kohësh, por Sheu riktheu hijen dhe prezencën e tij në mesfush. Fizikisht, Sheu ishte po njësoj, si mesfushori që fitoi shpejt zemrat tona pasi vinte nga Bundesliga. Një tjetër e përbashkët, si Klausi, ashtu edhe Juliani, kanë ardhur shumë vonë në kombëtare, pasime të thjeshta, të sakta, i shpejt në pasime, dhe me të dhënat e një mesfushori që nuk e kishim pasur këto kohë në kombëtare. Sigurisht nuk është Andorra për të vlerësuar Sheun, por si ndeshje e parë të jep shumë shpresë. Kristian Aslani, nota 6.5. Duhet të bëj diçka më shumë. Fal krosimit të tij, erdhi goli i parë, por kjo nuk mjafton. Në shumë momente, kur përpiqeshim që të krijonim aksione, e ngadalësonte lojën dhe vendose pak në punë fantazin për të krijuar korridore të shkurtra dhe që t'i kapin në befasi kundërshtarët. E vetmja mënyrë se si tentoi ishi vertikalizimet e gjata dhe në një moment njëri prej tyre rezultoi perfekt për Ray Manajn, që nuk arriti dot të shënonte, por pas asaj ndeshje zgënjyese në Angli, priti pak më shumë nga Aslani kundër Andorrës për të treguar se mund të përdor edhe fantazinë e tij, jo vetëm të thyej aksione. Pasi ndeshja shkoi 2-0, Aslani e uli shumë tempin, por padyshim që është vlerështuar për këtë kombëtare. Vetëm se Aslani duhet të kuptojë se pritshmëritë janë shumë të larta për të. Qazim Laçi, nota 6.5. Ndeshje e mirë edhe për Qazim Laçin, 49 pasime të sakta nga 51 pasime të dhëna dhe kërkon gjithmonë që të pasojë sa më shpejt, të mos u uli tempin, pasi e ndjen shumë peshën e kombëtares dhe të fanellës që mban veshur. Duhet të punoj pak më shumë me trajtimin e topit, por luan ndaj Andorrës si të ishte Anglia përpara, nuk e uli tempin nga niveli kundërshtarit. Armando Broja, nota 7.5. Ylli i ndeshjes, fiton faullin nga vjen goli i parë i Shqipërisë dhe në golin e dytë e nxjerr Manajn me portën bosh. Ishte një Armando Broja Andorë 2-0, jo një Shqipëri Andorë 2-0. Pavarësisht se gjende në krahun e djathtë, një rol jo i zakonshëm për të, dhe pavarësisht se gjithë Andorra ishte e mbyllur prapa, Broja hyri me shumë energji në ndeshje dhe ishte i vetmi që zhbalancoi gjithë kundërshtarët. Nëse nuk do të kishim një lojtar të tillë sot në fushë, do ta kishim të vështirë që të shënonim një gol, dhe jo më për të folur për 3 gola. Errol Benja u ngrit në këmbë kur u përmend emri i tij dhe Broja nuk zhgënjeu. Ra fizikisht në pjesën e dytë dhe nisi të kursente veten pas zëmtimeve të shumta, por detyrën e tij e bëri, i dha Shqipërisë 3 pikët dhe në fund loja thjesht u menaxhua, pasi fitoria ishte për ne dhe ndeshja shkoi qetë. Arber Hoxha, nota 6.5. Priti diçka më shumë nga Arber Hoxha, ndoshta edhe për shkakun se Ali duhet ta shërbente më mirë që Hoxha të mos vinte shumë brapa për të marrë topin, pasi gjendej i rrethuar nga 2-3 lojtarë kundërshtar. Është një lojtar që shkëlqen më shumë kundër ekipeve të mëdha, atje ku i lihet mbulimi tek për tek dhe ka më të vështirë që të dallohet kur kundërshtari mbrohet me të gjitha forcat, si kundër Andorrës. Ndeshje e mirë, por mund të bënte diçka më shumë. Ray Manaj, nota 7. Super Ray Manaj. Më në fund, i largohen makthet e golit me kombëtaren, pavarësisht se rivali ishte vetëm Andorra. E shënon shumë lehtë dhe thjesht golin e parë, duke treguar nuhatën e madhe me portën. Gjithashtu edhe te goli i dytë vepron po njësoj, është aty për ta dërguar topin në rrjet. Ndeshje e mirë e Ray Manajt, që shënoi 2 herë kundër Andorrës.